Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi ka fituar të drejtën e 2 programeve të reja të doktoraturës si partner në një prej universitetet më të mira të Austrisë. Gjithçka ka nisur pas propozimit të ish-deputetes socialiste Dona Bilali, e cila pak kohë më parë përfundoi studimet doktorale në atë universitet dhe mendoi përfshirjen e Universitetit të Shkodrës, që është akredituar në 2 programe, njëri me fokus në ekonominë ndërkombëtare, menaxhimin dhe zhvillimin rajonal dhe tjetri në fushën e komunikimit dhe politikat arsimore. Zëvendës rektoria e Universitetit të Shkodrës, Blerta Dragusha, pas një takimi me ish-deputeten, shpreh se kjo është një arritje duke qenë pjesë e këtyre 2 programeve të njohura ndërkombëtarisht. Gjithçka filloi një vit më parë, në tetor të vitit kaluar, kur morëm një propozim nga deputetja e Qarkut Shkodër, Dona Bilali, e cila është edhe një ish-studente e këtyre programeve doktorale. Ajo na mundsoi gjithashtu një takim në Universitetin Eisenstadt në Austri me drejtoren e këtyre programeve doktorale, profesoresh Irena Zavër, nga ku pasi bëm një prezantim të Universitetit të Shkodrës, morëm edhe aprovimin për të filluar aplikimin si partner në këto programe studimi. Gjatë kësaj periudhe kemi punuar fort me përgatitjen e dokumentacionit të kërkuar nga pala austriake, një informacion shumë i hollësishëm për Universitetin e Shkodrës, që përfshin programet e studimit, procesin e sigurimit të cilësisë në Universitetin e Shkodrës, statusin aktual të akreditimit, facilitetet që ofrojnë për studentët, stafin aktual të pedagogëve, numrin e studentëve kështu me radhë. Më në fund morëm edhe lajmin e mirë që tashmë jemi pranuar si partner dhe pjesë e konsorciumit të universiteteve që janë pjesëmarrës në këto programe doktorale. Më konkretisht, një program i përbashkët doktoral në marrëdhënie ekonomike ndërkombëtare dhe menaxhim, dhe një program doktoral në shkencat e komunikimit dhe të edukimit. Në fakt është një lajm shumë i mirë për Universitetin e Shkodrës, i cili tashmë do të jetë partner me njësër universitetesh europiane, kryesisht të Europës qendrore dhe lindore, në këto programe të përbashkëta, duke pas parasysh që ne po punojmë fort për ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës, sigurisht që kjo është një arritje. Bilali tha se pranimi nga Universiteti i Austrisë me 2 programe doktorature e çon Universitetin e Shkodrës në një nivel tjetër, ndërsa i bën thirrje të rinjve që të bëhen pjesë e ciklit të tretë të studimeve, duke qenë se ofrohet me kohë të pjesshme. Pas përfundimit programit të doktoraturës në Austri, mendova patjetër si mund ta përfshinim Shqipërinë në këtë program. Dhe sigurisht, alternativa më e natyrshme ishte Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi. Nisëm me njëherë bashkëpunimin midis konsorciumit në Austri dhe Universitetit Luiq Gurakuqi, realizuam një takim dhe jam shumë e lumtur që pas një pune gati 1 vjeçare, tashmë është realitet. Universiteti Luiq Gurakuqi është zyrtarisht partner në konsorciumin e 2 doktoraturave, njëra në shkencat ekonomike, tjetra në shkencat e komunikimit, ku çdo ish student, pra dikush që ka mbaruar bachelor dhe master dhe është në kushte pune, pa shkputje nga puna, mund të ndjekë programet e ciklit të tretë të studimit. Kjo mundësi e Universitetit të Shkodrës është e çon Universitetin Luiq Gurakuqi në një nivel krejt tjetër, edhe për shkak të fokusit që tashmë universitetet kanë për ndërkombëtarizimin. Gjej rastin këtu edhe të bëj një apel për çdo të ri, jo vetëm nga Shkodra, edhe nga Qarku apo nga Veriu, por edhe më tutje për ta zgjallë këtë universitet si një alternativë shumë e mirë për të garantuar më vonë punësimin. Udhëheqësit shkencor në këto 2 programe doktorature për Universitetin e Shkodrës në Austri do të jenë profesor nga Universiteti Luiq Gurakuqi, ndërsa akreditimi është bërë në 2023. Ata që mund të aplikojnë janë pedagog, kërkues të rinj, student të diplomuar në master dhe profesionistë të fushave të cilët kanë mundësinë të shfrytëzojnë këtë mundësi për një karrierë akademike dhe kërkim shkencor me standarde ndërkombëtare.